رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله. نستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Vëllezër të ndershëm, fillimisht falenderojmë Allahun Azza wa Jall, i cili me mëshirën e tij na bori pasues të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. E ne me emrin Allahut Azza wa Jall do t'i thojmë në këtë hutbë disa fjalë mbi qëndrimin e Islamit ndaj kremtimit të datëlindjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe në hutbët e kaluara kemi folur mbi të drejtat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Njëra nga të drejtat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që është obligohet ummeti është dashuria e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shenja e dashurisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është hecja në rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, zbatimi sunnetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye, siç transmetuam nga Hasan al-Basriu, i cili ka thonë: Allahu Azza wa Jall të gjithë ato që pretenduan dhe thanë se e dojnë Allahun Azza wa Jall, Allahu subhanahu wa taala, të gjithë ata ishtin me një provim, cili është provimi në të cilën Allahu Azza wa Jall i shtiri të gjithë pretenduesit se e dojnë Allahun Azza wa Jall. Thot Allahu Azza wa Jall në Kur'anin e Kerim, i thot Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, pra thuaj, drejtoju të gjithë atyre që pretendojnë se e dojnë Allahun Azza wa Jall, pra çka të bojnë? Thot Allahu në Kur'anin e Kerim, kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Pra nëse pretendoni se e doni Allahun Azza wa Jall, atëre hecni pas rrugës time, pra pas rrugës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra dashamirët e Allahut dhe dashamirët e pejgamberit Allahut janë ato që hecin në rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam
shumicën e legjerimeve të tij e ka nis fjalimin e tij me fjalën in asdaqal hadithi kitabullah, fjala me vërtet a fjala Allah, wa khairal hadi hadyu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, dhe Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, udhëzimi më i mirë është udhërëfimi apo udhëzimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fawarad. Pra çdo kush që çet risi në dinin e Allahut azza wa jall, pejgamberi Allahut i paralajmëron dhe i tregon dhe i thot, fawarad, nuk pranohet Allahu azza wa jall. Thot dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men amila amalan laysa alai amruna fawarad. Kush pik një vepër që nuk ka porosit pejgamberi Allahut, nuk e ka vepruar atë vepër, thot ajo vepër nuk do të jetë e pranuar te Allahu azza wa jall. Mirë po vërtet e ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithashtu të vërtetën, i cili ka thonë, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan kathira. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ati që Allahu jep imër të jeton pas meje, do të shef ndryshime të mëdha. Pra sadaqta Rasulullah, të vërtetën e ka thonë o i dërguari Allahu, ato që jetuan dhe jetojnë pas teje, kanë pa ndryshime të mëdha, derisa është bon gjendja, si që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, badal islamu ghariban, wa sayaudu ghariban kama bada, fatuba lil ghuraba. Ka fillu islami jabanxhi, pra Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në mesin e Mekazve ishte jabanxhi, pra dhe pasuesit e sunnetit pejgamberit Allah do të jenë me një zaman jabanxhi, sikur që ato i kanë lënë parimet e islamit, edhe pse gjinden mbas pejgamberit Allah, edhe pse përpiqen që t'i ndjekin hapat e pejgamberit Allah. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, hatni të parë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, nëse Allahu azza wa jall ju jep imër dhe ja mundson që të jetoni pas meje, do të shifni ndryshime të mëdha. Cilat janë ato ndryshime? Ndryshime që pretendohet se e gëzojnë pejgamberin Allahut, apo pretendohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka jetu me to, apo ka porosit, apo e ka pëlqej. Ditëve të sotme, pra ne jetojmë në mesin e muajit të Rabiul Awal, muajt në të cilën ka vdek pejgamberi Allahut në këtë muaj sigurisht. E sa i përket lindjes, se pejgamberit Allahut ka ndryshime të dietarëve, si që kemi cek në ligjeratat të kaluara, se vallë, a ka lind pejgamberi Allahut në këtë muaj, apo nuk ka lind. Pra saktësisht nuk dihet a ka lind apo s'ka lind. Mirë pa jetë cila e shëmtuar, që nuk e pëlqen Allah, dhe i dhënon pejgamberin Allahut, është kremtimi i datëlindjes së pejgamberit Allahut, apo me një fjalë, si që është e popularizuar me vludi val, a ka bazë në dinin Allahut azza wa jall. Pra di e vllai dashur musliman, se si që shkjaruam dhe në hutbët e kaluar, ato që e dashtën Muhammedin sallallahu alaihi wasallam ishin shokët e pejgamberit Allahut, pra ato që e duan dhe e dashtën pejgamberin Allahut, ma shumë se çdo kush, janë gjenerata e parë. Dhe dëshmia pejgamberit Allahut thot se njerëz më të mirë janë ato që jetojnë në shekullin tim, dhe ato që vijojnë, dhe ato të tretët, e pastaj thot pejgamberi Allahut për hapat rrena. Pra të vërtetën e ki thonë, o i dërguari Allahut, kush janë të parë të cilët e kremtuan, e festuan datëlindjen e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, nga se Allahu na ka porosit dhe na ka thonë, Kurani Kerim thuaj, o Muhammed, rruga ite dhe rruga e pasuesve tu, tharasin me argumenta. Dini jon, është me argumenta dhe nuk është me pallavra,
Dini janë, tharasmi në gjdo sen, me fjallën Allahut Azza wa Jall dhe me argumentet hadithet e pejgamberit Allah. Mirë po e tha të vërtetën Omer ibn Khattabi, se në grup të njerëzve janë mërziti mësojnë hadithet e pejgamberit Allah, për këtë arsye i braktisën dhe i lanë dhe u përpiqën ato të shpikin dinin Allahut ditësh, kurse Allahu Azza wa Jall e ka kurzuar në Kur'anin e Kerim për të marrë njeriu shpërblimin të Allahu janë dikushte. Thot Allahu Azza wa Jall në Kur'anin e Kerim, bela men aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Tha vërtet, sa i cili e kthen fitirën e zemrës së tij drejt Allahut, dhe është vepër mirë, pra cila është vepër mirë, ai i cili e ndjek dhe e pason Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, kjo është i vetmi vepër mirë, ai do të arrijë shpërblimin të Allahu Azza wa Jall. I parim që e ka shpikën me vludin, datlindjen, kremtimin e datlindjes së pejgamberit Allahut, është një mbret i quajtur El Muizuddin Billah në vitin 306 të ditë e Hijretit. Kjo është njëri prej mbretave që e kanë quajtur Fatimi, njëri prej mbretave të dervishëve të Iranit. Është njëri prej shijave i cili i pari e ka zbatu, e ka kremtu me vludin datlindjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në vitin 360 edhe pse ato nuk janë Fatimi, po janë Abedi, ose janë prej fisit Obejdullah ibn Mejmun el-Qaddahi, mrepej ardhje të qifutëve, për ata djetarë që e kanë pashtru piqen, se këta që e kremtojnë dhe e kanë festu me vludin, e kanë vlestu se angëzu, që pejgamberi Allahut ka lind, apo e kanë kremtu dhe e kanë festu, nga se qifutët janë ato që e kanë byt pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kur gruaja qifutën luftën e Khajberit, e helmoj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në përmes një delës, dhe pejgamberi Allahut para se me vdek, tha helmin, asaj dele të Khajberit, jam duke një në gjuhën time, pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vdiq prej helmit të qifutëve, val, këta me vludin, datlindjen, kremtimin, e banën që u gëzuan, që vdiq, pejgamberi Allahut në këtë muaj, apo e kremtuan, për çkak se lindi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Si ka mundësi që Obejdi, ai cili mbiti ulemat në Maroko, imiti edhe dietarët, imiti muhadithët, janë ato që prej vitit 299 në Dhulhijja deri vitin 567 të Hijretit i kanë okupu tokat islame, i kanë mbytën pasuesit e pejgamberit Allahut, i kanë mbytën dietarët, derisa s'ka pas mundësi askush të merr post, vetëm me kusht nëse prej Paris së shijave, për këtë arsye dhe disa që e pranuan islamin, kaluan në islam duke e kalu dhe në shiizëm, për çka këta e banën, për çka që ti morin disa pozitën e qeverinë e tyre. Pra i pari prej atinve saktësisht është El Muizuddin lidinillahi Azza wa Jall 360. Mirë po këti nuk i shkoj gatë. Deri vitin 488 dhe ardhë si minister i mbretit të asaj kohë, e i quajtur El Musta'li Billah, një njeri e quajtën El Afdal Ibn Bedr El Gjemmali, i quajtur gjithashtu Shan Shah, i cili e pastroj besimin e ti, e dashti sunetin e pejgamberit Allahut, dhe shduki e hubi kremtimin e mevludit, apo datlindjes e pejgamberit Allahut, nga se e kuptoj se ata janë të partë që e kanë zbulu për të luftu dinin Allahut dhe për të deviju parimet e pejgamberit Allahut.
prej vitit 306 dim, dhe në vitin 488. Pastaj vdiq ky njeri dhe u përhap dhe u ringjall me vludi që të merr hovë të madh. I pari që e shpiki dhe gjithashtu e përsëriti kremtimin e datëlindjes së pejgamberit Allahut pa me vludin, është Omer ibn Muhammed i quajtur El Mula, i cili jeton në Mosul në shekullin e 6 të Hijrit. Pra pas një shekull, prap rikthehet me vludin që të merr hovë të madh, derisa kur erdh një mbret e asaj kohe që e sundonte dhe gjinte me një qytet të Irakit e quajtur Irbil, pra mbreti i quajtur Mudhafaruddin Abu Said Kaukaburi. Kjo është në shekullin 7 apo në mbarim të shekullit 6, e ka kremtu me të madhe, me vludin, festën, datëlindjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kishte gjithashtu prej dervishëve të cilët banin pjesë në parit e shijave armiqve të ahli sunnetit dhe xhamatit. Për këtë arsye ki çka bani shpiki 6 me vlud. Kremtimin e datëlindjes pejgamberit Allahut, datëlindjen e vajzës pejgamberit Allahut Fatimas, datëlindjen e Hasanit, datëlindjen gjithashtu të Husejnit dhe datëlindjen e mbretit të asaj kohë. Derisa Ibni Kathiri na përshkruan për këtë njeri se çka bënte ditën e kremtimit të datëlindjes së pejgamberit Allahut. Tha ditën e mevludit, tha i therte 5.000 del, 10.000 pula, 100.000 tasa havla dhe 3.000 baklav. Në këtë mënyrë, o mundoshin ta shprehin dashurin ndaj pejgamberit Allahut. Për këtë arsye ka thonë të vërtetën dhe ka qëllu imami i quajtur El-Fakihani, i cili thot se kemi gjetë asken në këtë bela, se kemi gjetë asken në këtë kremtim për pos. Kjo është një bidat, thot të njerëzit badjavgji, e kanë shpik, e kanë shfritsu laskucat që të hajnë baklava dhe të atlija në këtë kremtim. Pra vllai dashur musliman, a peshe, prej nga e ka bazën dhe të ardhmen kremtimi me vludit. Kur e tha Imam Fakihani këtan, thash vërtetën e tha edhe Aishia i Bojanovcës para një javë. Ko gjallart ishin me një qelime, dhe du pasi që e mbaruan qelimen, ma tregoj një hot që ishte prezent. Tha ardh baba she i Bojanovcës, hinin dhomë dhe ullë, pasi e kritën qelima në tha, o jo gjallara ban me i fjallë me thonë, tha murndo, tha be që kjo akon e jonë edhe që këta në i murët, që kjo ka qenë e jonë e dërvishëve, jo edhe këta në i murët, po për hajri jo koft. Pra dhe me vludi nuk është i joni, nga se shokët e pejgamberit të Allahut, pasuesit e tjera, nuk kanë ditë fare që ka është me vludin, as që e kanë kremtu pa ato të cilët e kanë kremtu me pretekst me përfitu popullatën, nga se populli i Egjiptit nuk i është nënshtru për pushtetit tasit i zamani, për këtë arsye me përfitu se ne jemi me prejar dhe prej pejgamberit Allahut, dhe ne jemi që e dojnë pejgamberin Allahut në manien këtë manirë që ta shtipin dhe ta mashtrojnë populli. Për këtë arsye dhe Napoleon Bonaparte kur e poshtoi Egjipt, nuk i pengon të ati farën që të urnon dhe të lejon dhe të prezenton me vlut, jo veç kaq, po ki njeri financonte që të kremtohet me vludi datëlindja e pejgamberit Allahut, me pretekst që ta përfiton popullatën duke i thonë se dhe ne nuk jemi armiq të islamit, pra ju nuk jeni fare armiq të islamit, për derisa hoxhallar dhe musliman gjindën baklava dhe tatlija,
Për këtë arsye në këtë mënyrë tentoshin që t'i bindin muslimanët se datëlindja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam duhet të festohet dhe të kremtohet. Kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot kullu bidatin dalala, çdo bidat, çdo risi në din është dalalet. Pejgamberi Allahu thot dalalet, ndërsa dikush tjetër që ka interes mas me vludit, thot se është hidajet. Pra vllai dashur musliman, cili e ka qellun këtë rast, thot pejgamberi Allahu, kremtimi dhe shpikja në dinin Allahut është dalalet, ndërsa të qertë thojnë se është hidajet. Për këtë arsye, na dojmë t'i vedisojmë muslimanat dhe t'i tregojmë biralitetin e festës kremtimit të datëlindjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye në këtë mënyrë ata një ditë e festonin dhe e kremtonin datëlindjen e pejgamberit Allahut. Për ata Muhammed Rashid Ridhaja, njani prej ulemave të Zharit të mëdha, i cili tha, a i cili e shikon me vëmendje dhe e lexon historinë, e gjenë se ato që e dojnë më shumë pejgamberin Allahut nuk shpikin dinin Allahut asgjë. Në ato nuk i gjenë në për mevluda dhe në për qelime, po ato që nuk e dojnë pejgamberin Allahut janë ato më shumë që gjindën në për mevluda dhe qelime, si kur bota që donë me në tregu për respektimin e nanës, me rilule të të morsit, që lula me një zaman ishte original, tash lulja dhe lulja ka kalun plastik pa erë. Pra dojnë me në tregu drejtët e nanës, kurse pejgamberi Allahut e ka lidh adhurimin Allahut me respektimin e prindve nanës dhe babas, derisa 3 hake ja ka dhënë nanës, e pastaj dhe një hak babas. Pra ne tharasmi që pejgamberi Allahut të jetë shembull në të gjithë, në çdo ditë të stin të vitit, të jetë çdo frimorje që e mormi, të dim se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka ka thonë dhe ana i ka leju ajo, e dikush dëshiron të na tregon me një ditë kremtimit të mevludit, datëlindjes pejgamberit Allahut, don të na thotë se ne jena ato që e dojnë pejgamberin Allahut, edhe pse në ata gjinden 1 milion dalesa, edhe pse në atë kremtim e iznojnë pejgamberin Allahut. Wallahi para 2-3 vite më ka tregu një organizator që e kanë organizu një kremtim, një tribun për kremtimin e festimit të datëlindjes pejgamberit Allahut. Tha për një natë na kanë shku 8.000 euro. Shkojnë 8.000 euro se për gjepitan si ki dhonë, po ti ki morë për qerve dhe me tregu se në këtë manirë ne e dojmë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. 8.000 euro me ja pas dhonë studentëve që ne me pas kuadër dhe me ja pa hajrin shoqëria, është 1 milion më mirë se me idhnu pejgamberin Allahut. Njani prej neve thot çfarë idhnimi ka në ta, ne vetëm se po ja rikujtojmë pejgamberin e Allahut ummetit, vllai dashur musliman, a dhe ju doni të bani si krishterët që tentojnë që rikujtojnë Isajin një herë në vit, a nuk është ki model i huaj që tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibr wa dhira'an bi dhira' hatta law salaku juhra dabbin lattaba'tumuh. Ta keni një mingjek popu i qërë, pas hapim, plom pas plom. Nëse njoni prej atynve tenton të hinë birën e hardhucit, do të përpyqni dhe ju të hini në ta. Nëse njoni prej atynve në një rivajet, runa zot ban mardhënje me nonën e ti, do të bani dhe ju. Pra kja është modeli huj, dhe nuk është modeli pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye, dietarët kanë folën gjanësisht në këtë çështje, ka thonë fakihani. Pra me vludi, tha nuk ka mundësi me dal prej njënës e 5 rregullorëve, ose fars, ose sunet, ose mubah, ose mekruh, ose haram. A ka diçka tjetër për vespezë? Tha nëse është fars, tha ma i pini argument. Ku ka urnu pejgamberi Allahu? Tha ku ka urnu Allahu? Nëse nuk është fars, dhe nuk mund të jetë fars,
Beni argumente se a sunet. Nëse nuk ka sunet, atër ngel në radhat e bidatit, a mund të jetë mubah bidati, kur pejgamberi Allahu thot kullu bidatin dalale, çdo bidat është dalalet. Tha po ngel atëre çështjen e mekruhit dhe haramit, si mund të jetë dhe mekruh, kurse njerëz të cilët argatët e tuaj i merr me pare për ta knu dhe për të tregu për pejgamberin tan, thot a mund të jetë kjo vetëm se mekruh? Pra vllai dashur musliman, ke kujdes për atë përgdheli dhe Imam Kushairi me disa vargje ulemat e ati zamani dhe i tha qad urifa al-munkaru wastunkira al-ma'rufu fi ayamin as-sa'batu. Tha e vërteta është se mira apo e keqe dhe e keqe apo e mirë në këto ditë të vështira janë bo dietar që e pasojnë sunetin më të rëmdëm dhe më të hedhur, që janë të devijuar konsiderohen sinën e ummetit, ndërsa ignorancët janë ato që i kanë morë pozitat dhe përpiqen që njerëzve me ja tregu dinin. Kaj nuk flet për zamanin ton, por flet për zamanin e tij. Hadu anil haqqi fama lilladhi sadu bihi fima badu nasabetun. Janë largu prej të vërtetës, për ata alhamdulillah, që se paki se posedojnë një argument për ata që e pretendojnë. Na prej këti veni thojmë, krejt hoxhallarve rozullin të kësor, nëse për mundën një argument me najsjel nga Kurani dhe Suneti vërtet, për ata që e veprojnë, edhe kur të kanë qef, dialog ku të kanë qef, ato jemi të gatshëm, në atë kohë që të dëshirojnë. Letim ledhin kejt hoxhallar e njerëzve dhe gjinve, për shkak se nuk posedojnë argument, se me vludi, kremtimi do të lindje se pejgamberit Allahut, është prej dinit Allahut azze wa jall. Për ata Ebu Amr ibn Allah i ka thonë, njerëz janë në hajr, derisa çuditën me çudira, po na i kemi me një zaman që edhe me çudira nuk po çuditmi, ka thonë Ibn Haji vllai dashur musliman, nëse namozi jotë që ka urnu Allah, nëse namazi jotë që ka urnu Allah, nëse agjerimi jotë që të ka urnu Allah, dhe ka preferu pejgamberi Allah, nëse në bëhat në zamanin që nuk e ka, në kohën që nuk e ka, nuk pranon, çka mendon vllai dashur musliman, për ata që është e shpikun dinin Allahut dhe nuk ka fare argument se është prej dinit Allahut azze wa jall. Për ata thot Muhammed ibn Abdussalam el-Kushairi, vllai dashur musliman, me pas qenë hajr, a mendon se Ebu Bekri ti kish kalu? Me pas qenë hajr, vllai dashur, a mendon se Omeri ti kish kalu? A mendon se Osmani ti kish kalu? Pra qish e fitun ato gjenetin pa me vlud, dhe ne shpresojmë me fitu gjenetin e Allahut pa me vlud. Për këta si e vllai dashur musliman, ke kujdes, nga se Allahun dhe pejgamberin Allahun e idhnojnë, gjdo sen që shpikën dinin Allahut azza wa jall, edhe pse ndoshta në sinin tanë janë fillimisht të pranuara, thot Sejid Rashid Rida, Muhammed Rashid Ridaja, gjithashtu në tefsirin e ati el-Menar thot, vallahi kjo nuk ka bazë, as shekullin e parë, as shekullin e ditë, as shekullin e tretë. Kjo është e ardhme dhe infektuese prej milleteve qera, pra prej feve qera, pra kremtimi datlingjes pejgamberit Allahut është prej qera. Si thot njerëzve mos e kremton, mos e festo vitin e ri, e ndërsa qerve i thua, e joni, ta festojmë vitin e ri tonin, mos e kremto dhe mos e festo datlingjen e Isait, e joni, ta festojmë datlingjen e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. A nuk janë këto kontradita? A nuk janë këto kundërshtime? Pra vllai dashur musliman, pejgamberi Allahut na mësoi kur mo gëzu si mo gëzu, dhe na mësoi kur mo pikollu si mo pikollu. A nuk erdhi pejgamberi Allahut në Medinë dhe i gjet medinasit duke kremtu, duke festu një datlindje? Tha çka ki kremtim dhe çka ki festim? Tha ja Rasulullah, në këtë ditë baballar ton kanë gadhni, kanë fitu luftën, na po e rikujtojmë atë ditën e gadhnimit dhe po e festojmë.
Tha Allahu Azza wa Jall, tha Allahu ju ka zavendësu me di kremtime, di bajrame. Çka do me thonë bajram? Fjala bajram është fest e përsëritur. Pra çdo sen që i përsëritet i thotë bajram. Çdo feste që i përsëritet i thotë bajram. Pra musliman i kanë di feste vjetore dhe një fest javore. Për këto ka ardhur hadithet pejgamberit Allah. Di feste vjetore është fitor bajrami dhe kurban bajrami dhe një fest javore a dita e gjuma. Pra Allah i dashër musliman, kush e ka dash pejgamberin Allah, a Ubejdullah ibn Mejmun al-Qaddahi, me prejar dhe prej persianëve me gjuzve, adhuresve të zjarmit, apo me prejar dhe të qifutëve, apo Ebu Bekri. Kush e ka dash ma shumë? Ebu Bekri radiallahu an, dhe ato të cilët e kanë ndjekën rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allah i dashër musliman, o pretendues i pasues si të medhebit Hanefi. Ebu Hanifja e ka bo me vlut. Bërë një argument, se Ebu Hanifja e ka bo një me vlut. Na po e pranojmë atë që i pe thot, Imam Shafiu, Ahmed ibn Hanbeli, Imam Malik, Imam Bukhariu, Imam Muslimi, Abu Dawudi, Tirmidhiu, Ibn Majah, Imam Nesaiu, Imam Ishaki, Abdullah ibn Mubareki, Sufjani ibn Thori, kejtë këto s'kan ditë çka me vlut. Pra pika e prunë. Kush ta pru? Ka që huja që dërvishët të cilët kanë tentu dhe kanë rënu khilafetin e Osmanlive, amo i kanë lënë viruset e tire dhe viruset e tire kanë të kalu dhe në trojet e balkonit. I po për fat keq se ato të cilët që ndrojnë në ta kanë përfitime, mos me pas përfitime kishin hub boti, si që ka hub ndamonin tonë. Para 2-3 ditëve ndëgjova një hoxhi i cili tha, kejt po bojnë me vlut në për xhamia, pse në xhamin tonë tha s'po bojnë. Tha vete bona, në xhami tha më keq kuptuan populli, më keq kuptuan katunat. Ato tha kishin mendu se për kejt e kam bo kur së më theri mon me vlut. Tha si vetë se bajnë. Tha si vetë nuk do të bajnë. Pra ndëgjë, vllai dashur musliman nëse pretendon dikush dhe thot, çka kanë ta të keqe? Kuran lexohet, hadithe lexohet ditë vargje për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ndëgjoj këtë hadith që e ka nxjerr Imam Darimi radiallahu an, e cili transmeton Amr ibn Salama nga baba i tij, i cili thot, kemi qenë te dera Abdullah Mesudit, te hoxha jon, e pritshmi kur dale pi shtëpie. Shkojshmi me të në xhami dhe u ktheshmi deri te shtëpia. Pse e bajnë shiketa të përfitojnë për Abdullah Mesudit? Të përfitojnë për Abdullah Mesudit, ndërsa muslimant e këti zamani janë që këtë javë se për shkoj, qëtër një javë shkoj. A i për ditë qatë punë e ka. A e ka punë në oqa me fol. Pra sot shkoj, qëtër një javë shkoj, mas një muj shkoj, mos shkoj se në gjumo shkojnë bajram. Edhe ngoj edhe ata që ka po thot. Dhe të Abdullah Mesudin, për gjo namazi, e prishin të dera kur dilte, e prishin që përfitojnë dinin Allah, dhe e përcelësin deri në shtëpi që të përfitojnë. Tha ardh Ebu Musa Ashariu, priti a dole Abdullah Mesudi, tha njo ala, priti, deri sa dole Abdullah Mesudi, ndëgjo qka i tha Ebu Musa Ashariu, shoku i pejgamberit Allah, tha ja Abdurrahman, e kam po një sen të re, në gjamin e pejgamberit Allah, tha qka ke po? Tha s'kam po vetëm khajri inshallah. Qka ke po? Tha e kishin mledh një grup njerës, kishin morë në dorët e tire dirha guraleca, njoni pre atinve i thënë të thuj, subhanallah 100 herë, ato i njëshin subhanallah 100 herë. Pa ta i thoj ke thuj, la ilaha illallah, ato thojshin la ilaha illallah, Allahu akbar 100 herë, alhamdulillah. Tha nuk i ndalove, tha jo të prita vallahi dil shti dhe ta shif se qka po bojnë. Pasaj dorë Abdullah Mesudi dhe i tha oju njerës, njeni numëroni gjunat e juaja, nëse kini të spin dorë, njej numëroj gjunat e kipa Allah, të mira tha unë ja garantoj, supin. Allah azza wa jall i regjistron, pra numëroj, tha gjunat e tua,
e mos i numrat mirat nga se Allahu nuk t'i hum. Pasaj tha Abdullah Mesudi, shaku i pejgamberit Allah, pra ndëgjo çka i tha këtinve, çka banën, çfarë krimi këto banën, mledhen e përmenën Allah. Tha ja Aba Abdurrahman, pasi që tha Abdullah Mesudi, tha unë e mendoj, tha se ose ju e keni gjetë një rrugë ma drejtë se pejgamberit Allah dhe ma të mirë, ose ju jeni ato që i një ka për bishtat e lopove të trenta që kanë dalë prej grashti dhe ja mojnë në para ora. Tha si ju ven më orë. Tha këshok të pejgamberit Allah të la gjallë. Teshët e pejgamberit Allah të la s'janë kalp. Enët e pejgamberit Allah të la s'janë thi. Tha ju po e ndryshoni dinin Allah. Tha ja pa Abdurrahman, wallahi nuk e kena pas për qëllim keq për mirë. Tha Abdullah Mesudi, sa njerëz e kërkojnë të mirën, a mos e në qëllojnë. Sa njerëz e kërkojnë të mirën, a mos e në qëllojnë. Prej në lusim Allahun Azza wa Jall, të jena prej atinve që e kërkojnë të mirën dhe e qëllojnë. Nëse dëshiron me qëllu, hëtë pas hapove të pejgamberit Allahut, dhe pra që e ka vepru pejgamberi Allahut, do t'ja qëllojsh. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. Pra vëllezër të ndershëm musliman, kjo është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që nuk lasem që na çon xhennetin Allahut vetëm se na njoftoi me ta. Dhe nuk lasem që ka ardhur në hadith që na çon na dërgon në xhenem vetëm se na ka ndalu. Pra për neve kamet që me mësu dhe me praktiku. Transmeton Imam Bejhaqiu nga Said ibn Musejbi, për këtë rivajet transmetin thonë Sheikh Albani se është transmetimi vërtet. Said ibn Musejb hinë xhamin kohën e namazit sabah dhe një njeri i falë direqat, pastaj ngritet dhe ti falë dhe direqat. E Said ibn Musejb i thot ulu, mos o falë, nga se pejgamberi Allah pas direqatëve të sunetit sabahut ka ndalu me falë namaz deri ta falë farzë. Çka tha ki njeri? Tha pse Allah më dënon edhe për namaza. Çka i tha Said ibn Musejb? Tha Allah nuk dënon për namaz, po Allah Azza wa Jall të dënon për shkak se e ke ndryshu sunetin e pejgamberit tan. A kuptove? A kuptove se s'jema kundra Kurani Kerimit dhe përmenje se Allahu Azza wa Jall jemi kundra ndryshimit se sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Transmeton Zubair ibn Bakari, i cili thon ka tregu Sufjan ibn Uyayna që aje kishte dëgju Malik ibn Anas, imamin e qytetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Një njeri te Imam Malik dhe i tha ja Aba Abdullah, prej ku ka hini haram pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur anis për umre apo haç? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka hini haram prej vendit të quajtur Dhul Hulaifa. Hinin xhamin e pejgamberit Allahut, hinin banjo u pastru dhe i veshi ihramin. Imam Malik tha çka je tu bë? Çka je tu bë? Atë njoftova prej ku ka hi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në ihram? Tha ke kujdes mos godit e fitna. Tha ja Abdullah, vetëm disa metre për para vendit të pejgamberit Allahut, çka ka problem? Ngoni ju ato të cilat në argumentoni dhe në thoni çka problem? Të përmeni Allah, të kujtojmë dinin Allah, s'ka problem. Pra ndëgjo çka i tha Malik, tha ke kujdes po të godet fitnja. Tha çfar fitne? Tha ka fitne më të madhe se me pa vetën tonë më meritor, apo me pa vetën tonë se ja kite i kalu pejgamberit Allah. Allahu Azza wa Jall ka thonë në Kurani Kerim: فليحذر الذين يخالفون عن أمره
an tusibahum fitna au yusibahum adhabun alim. Dhe të kënë kujdet ato që e kundërshtojnë pejgamberin Allahut se po godet fitna. Imam Ahmed ibn Hanbali tha, dini çka është fitna? Tha kufri dhe shirku. Tha çka imam? Si ka mundësi fitën? Tha rëshqet, ti me vedije nga suneti pejgamberit Allahut, Allahu ta rëshqet zemrën. Hip skijeve ti, zemra jote, gjithashtu bashkë me ti skija, pasi që je ke qenë pasuesi sunetit pejgamberit Allahut, pasi që e ki dash sunetin e pejgamberit Allahut, fillon me urrej. Wallahi kam po njerëz të cilët kanë qenë davetxhin sunetin e pejgamberit Allahut në kumano. Tash i gjenë bidatxhit ma të mdhej duke pretendu se tash jena vedisu dhe jena bot mequr. A nuk e din se e ka goditën ajeti Allahut Azza wa Jall, që Allahu ka thonë ato të cilët e lën pas dore urdhin e pejgamberit Allahut, ka mi godit një fitnë, ose ka me goditën një dënim i dhemshëm. A ka dënim më të dhemshëm se me qenë armiku i pejgamberit Allahut, armiku i sunetit pejgamberit Allahut, dhe përfendojmë këtë ligjërat që të vazhdojmë ditën e diell inshallah pas namazit të jacis mbi disa argumente që i kanë tentu disa të sjellin dhe të shohim ku qëndrojnë, siç ka thonë Imam Suyuti, unë e kam gjetë një argument për Mevludin dhe Ibn Hajar Asqalani ma gjetë një, edhe gjithashtu Ibn Xuzeri e gjetë një. A vlen ato argumente për kemtimin e Mevludit? Po para saj Imam Malik thot, ai cili shpik bidat në dinin Allahut Azza wa Jall dhe e shef se s'ka problem dhe ashe mirë, thalet a din vetën e ati se ka ra me një akus që pejgamberit Allahut indirekt ja ka bon. Cila akush? Thaj dhe mos ka me thonë se pejgamberi Allahut e ka trasu dinin. Nga se Allahu Azza wa Jall ka thonë, el jawm akmaltu lakum dinakum, sot e kam përfundu din. Kja është muri përfundum. Cili prej jush ka mundësi që në këtë mur ta veje edhe një tun? A ka mundësi? Asesi. Pra dini Allahu tash i kompletum, ka problem. Pse s'është në ku për Mevludin? Pra atëre pejgamberi Allahut pas ka tradhtu, tha Imam Malik, kush e thot një onën prej këtyrve tive, runa zot del pi dinit Allahut Azza wa Jall. Pra bidati, ash musibeti më i madh, që na pejgambert e Allahut e kanë pas armik më të mëdhoj. Tradit, adet, i kena gjetë baballar tonë, dhe belaja ma e madhe, me një zaman po sot kohën bashkohore në disa qytete, lexohet Mevludi të na qohën në kom. Kur të linde, thuhet lindi pejgamber Allahu qohët në kom. Runa zot, kjo është shirk në Allahun Azza wa Jall. Pra ato mendojnë se pejgamberi Allahu ta prezent. Le të lexojnë pika ka art. Edhe na tregojnë pralla dhe na thonë japa, na e la mos po çomu. Le në krejtë si që la të qumë. Nuk ka prej dinit Allah, ashe uj, ashe dërvishë. 1 milion argument. Mu paskon që ashe aqe për hapër të ne, si kisha lanë mas paku 10 ligjerat. Mas paku. Pa ato që dojnë polemizoj, i të im tha, një orë Zvicër, kishku atë shumë, tha na foli për Mevludin, na i mush i menën për na të bojnë Mevlud qatë se vapi madhë. Tha se vapi madhë, i madhë, shumë i madhë. Se vapi votimit, o vla, na s'kena arë me abo qefin aso gjallarve, as gjemotit as kaskujt, na kena arë me abo qefin Allah, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra nëse ka i Ebu Bekër, radiallahu anhu, në gjennetin Allah dhe Omeri dhe Osmani dhe sahabat, edhe imamët, Ebu Hanifja ka i në gjennetin Allah, inshallah, pa Mevlud në pësësim. Kush janë pasuesit, pra kush kanë në ma Hanefi? Ato të cilët kanë shpik dishka, apo ato që qëndrojnë dhe veprojnë si që ka vepru Ebu Hanifja, na sjellin një argument se Ebu Hanifja e ka bo dhe na me juve do të bojmë me vlot, pra nuk është e vërtet që Ebu Hanifja ka bo, mirë po kur është intereset e dënjas runa zot,
atëherë s'ka problem dhe pse dalmi për medhebit, nuk prish pun, s'ka problem me lexu Kur'an për dekmit edhe nëse dalmi për medhebit, s'ka problem nëse ja klojmë tallkëmin edhe pse sa për medhebit, këto këtë nuk ka problem, për çka? Ka problemi? Problemi është me qëndru në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Lutim Allahun azza wa jall që Allah na i dashuron sunetin e pejgamberit Allahut. Nuk ka krenari dhe nuk ka zgjidhje dhe armari, vetëm me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye më i lartë në mesin e muslimanëve është ai që është më afër sunetin e pejgamberit Allahut. Pra ato që pretendojnë se e dojnë pejgamberin Allahut janë ato të cilët e ndjekin sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye më dashamirë që mirë janë ato që jetën e tij dhe vdekjen e tyre e bojnë sipas sunetit pejgamberit Allahut dhe nuk lakmojnë dhe nuk mashtrohen me një kremtim dhe me një datlindje që shumë dalesa gjinden në ta dhe ta mashtrojnë vetën e tyre dhe ta mashtrojnë popullatën dhe thojnë se ne jemi dashamirë pejgamberit Allahut e pas asajne janë interesat e dunjas dhe ambëlsirat e ndryshme si që i boni Kimeliki i cili mundi mi hangër 5.000 dele, ka problem dhe 10.000 pula, nuk ka problem edhe 100.000 tasa havëll, edhe 3.000 baklava, pastaj pas kësajnë e dojnë pejgamberin Allahut. Kush se don pejgamberin Allahut në baklava? Pra tregohet një ngjarje që në hoq me një zaman, në thojza thash hoq, esh ull me një sofër në të zaman të pësia e shtrem. Edhe shërbeti shkon në kaderë. Edhe një gjallë a ullën në sofër kadera dhe e pyt, ke dhe i thot, a gësot që e ke emnin? Thot Muhammed. Shka thot? Muhammed edhe të derat dil në ventemin e unë a gjë. Del në tonë edhe a gjisën e baklavët, e pastaj don me dal me vazhdu kitonë. Dhe i thot, o Muhammed me agënoq, a i din shartët e islamit? Thot, jo agënoq. Thot, shka? Emnin Muhammed si di shartët e islamit të prap. Dil në venin tanë edhe vazhdon, pra nuk ka problem këtë manirë të kremtoa dhe të vestohet me vlodi. Pra ne nuk jena armiq të askuajt, po jemi dashamir të pejgamberit Allahut, që të nëtojmë që të ruajmë, nga se kena detir dhe Allah në supat tona, na i ka bo obligim që të ruajmë, originalitetin se për ndryshe, lajthitmi dhe devijojmë, si që kanë deviju popoj para nejshve, e kulu qavli hadha, wa astaghfirullahi li wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah, walhamdulillah, wa la والحمد لله ولا